Ky dokument është i datës 1 prill i vitit 2019. Kjo është një kontratë mes kompanisë së inceneratorit Tiranë IEBV SHPK dhe studios së arkitekturës Casanova Hernandez. Pagesa është 225.000 euro nga buxheti i shtetit për një projekt për ekoparkun Durrës. Pyetja në këtë rast është fare elementare. Ku e dinin këta se do të bëhej ky projekt kur qeveria ende nuk kishte shpallur asgjë? Vallti em fallxor, tenderi është hapur 5 muaj pas, në tetor të vitit 2019. Më pas një muaj më vonë bie tërmeti fatkeq dhe famkeq i nëntorit të vitit 2019. Edi Rama shpalli gjendjen e fatkeqësisë natyrore jo sepse i dhimbseshin shqiptarët, një pjesë e cilëve sot ata që kanë qenë të prekur nga tërmeti ende vijojnë të flenë në çadra, por sepse sapo që e krijuar mundësia e artë për vjedhjen e radhës. Me shkresën numër 21.920, datë 2 dhjetor 2019, Ministre e atëhershme e Financave, Anila Denaj, anullon tenderin vetëm pak ditë para se të shpallej fituesi, me pretekstin se fondet do të përdoreshin për tërmetin.